poezia, ka thënë i madheja Gjergj Fishta në revistën e tij letraro-kulturore Hylli i Dritës në numrin e 5, vitin 1914. Pra, poezia si u pa është jehi i shpirtit njerit, pse ajo ngurt vetë sa gjatë tjetër veç si një fshan që e shpirtit, kur knellët në shkëlqim të rrezeve të bukurisë. Rrezja bukurison për të krijuar këtë poezi u pa vendimja, Mirdita e bukur, kjo zonjë e ranë, burin qëndrese, kënaqje. Është shumë e rëndësishme për ne të falenderojmë çdo grua që u angazhua për të krijuar këtë aktivitet. Poezitë tuaja u bën motivi i kësaj mbrëmjeve që kemi preferuar ta quajmë sofër poetike. Gratë e Unionit, pas shumë vite bashkëpunim në platforma sociale, sot e vendosën të bashkohen edhe fizikisht. Bota virtuale, kaotike në shumicën e rasteve, ashtu siç e dim. Këtë radhë ndihmojnë në shmangjen e distancave të mëdha. Ky konkurs është fryt i parë i kësaj pune. Falenderojmë secilën nga ju që aktivizoi e rizgjoi fisnikëri e krijimit poetik në muajin tetor, muajin e letërsisë dhe poezisë. Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë 10 poezitë më të votuara, recituara nga vajzat e Rubikut, të stolisura me veshje mirditore. I mi presim vajzat të marrin pozicionin e tyre. Një poezi kishte për thënë: kur e zemra e lumturi, fjala shpirtin ngushëllon, vendos mbargjen nga një, kur velindjen më kujton. Poezia që do të interpretoj sot është e titulluar Nata më zuri larg, e shkruar nga zonja Albana Sulje. Nata më zuri larg Prishtinës dhe larg Tiranës, po ashtu. Nata më zuri në trojet e babës, në sofrën të dajës, nata më shtoj. Nata më zuri ku këmba një tokën, e toka emrin më dha e më bekoj. Nata më zuri aty ku e bëra më të mirën ditë, aty ku tiren ëndrat dhe jeta në mirë ditë. Poezia që do të interpretoj quhet Bukuritë e fshatit tim, e shkruar nga Drita Gjaci. Më pëlqen fshati im, kullat rreshtjen nga një, ujë kthjellët si kristal, gurgullima e gurës pranë, hari i pastër në ato hije, faqet fort t'i zbukuron, bora në mal kur bie, si mbretëresh pezullon. Kodrina plot hije shi, mbush me lisa gjetbërim, fushat me pisha rrethuar, e rrëshire për shërim. Rruga për të vendi i shenjtë, na mbush me jetë e me bekime, e qes në prokurije, përfundoj tek shkolla ime. Klasën e para ty mbarova, ku mërzhin shkolla e vogël, lëm pas kodrë, si kurora, vashtëm rrugën te lagja tjetër. Gjithu larg shtëpia fundit, kura madhe në obor, gjarpëron rrugën dreda, dhe gjishatin që i bëron. Shatim, që po të mundon, me dy kura urburimi, mbaron njëra, fillon tjetra, midis tyre, mallën gjimi. Përshëndetje, poezia që unë të interpretoj sot titullohet Mprenin tanë njërë ditë dhe është shkruar nga Ana Marko. Mprenin tanë njërë ditë, më rroke foshnja e përsa lindur, dielli yt të mi puth syt, e unë të rrit në ty e u rritun. Për një nulla të ambjan zanën loke, që më fiknin gjumin e më diznin andrën. Për zjarën në gjak që përfëllonte, sa herë
krandën. Tu i një gjuhë historinat e gjyshit plak, që të naltuan emnin në kup qelit, për kanunin, për kapedanin John Mark, për mësus ndrecën, pishtarin e alfabetit. Në prenin tanë merdite kam rritë shtati njerin munele, e me ujkrojnë e shtu i la sytë, nën fjolla dimni e ves pranvere. Tu ja marrë kangës me bëlbyla, tu e shkri natën në reze djeli, ndërmëz naja me cucat mira, tu e qëndis kryqin në kostum mjerdite. E aj kostum i hishëm fort, me gjyra toke, të bardha e të kuqe. Ai është vesh me gzim me la me lot, ndër cucave, kur shkuen nuse. Mbrenin tanë mjerdit, e shuaj malin që ndjen shpirtin, e kur larg teje valojnë syt. Mërzia nja hup jetës fillin, e s'kam qaret e ti pa ardh, me i valu Arzabele, me pa borën e bardh, në përqafim djelit, maj monele, e ka dal, me i plak të ti, një nga një vitet e mia, mos më ndi shpirti kur pleqni, dhe unë tanë letë pushtoj fryma. Faleminderit. Poezia ime titullohet Mirdita e shkruar nga zonja Agetina Krasniqi. Deri detaje, zhgaravis ndërrime. Herë më bësh nuse, e herë më pretëresh. Të erdha pranë e shtrenjta ime, aty ku shpirti më ngrit pesh. Në kodin e jetës më je shkruar, kontrasti fuqishëm në largësi, si një thesar më mbajtën e duar. Bashkëdhetar, mbetëm unë dhe ti. Të butha në balë, në atë buspritje. Fshehur emocione, veç zemra i di. Oh, sa rëndë dërimin e ikje, më pushtosh në paqe, do vi përsëri. Faleminderit. Poezia ime titullohet Mirdita ime e dashur nga Fërdita Prenga. U rrita me bukurit e mërditës, aty fillova vitet e para të jetës. U rrita me ty, Mirdita ime e dashur, ku fillova të kuptoja gjithçka për jetën. U rrita me ty, moj Mirdita ime, aty piva ujë të burimeve të tua. U rrita, vendindja ime e dashur, si lëzënare shkoja në fusha. U rrita me ty, krenaria ime, aty malet e gjera plot kuror. Aty gjeta ngrohtësinë, Mirdita e dashur, bukurinë e maleve të mbuluar me dëbor. U rrita me ty, krahina ime, një vajzë çapkënë plot krenari. Nga do që të shkoj Mirdita time, mendjen dhe zemrën e kam tek ty. Poezia e shkruar nga Shqiponia Pepkola. Dëshirë, do të bashkoj tokë e qiell me piskanën e zanit tim. Do të thras zanat, zogjt e bekuar, të mbledhin e të ruajnë thesarin. Shtamat e krojeve të nanës në pajtime, e tufanat e bishme të veriut. Me ditin e trazuar të bashkojnë e gjëmime. Të mbajmë në gërshitën e nënës, e kujtimet e dibit tim të mbrojmë. Në atë pikloti, oqean me sëndrës, me shtamën e nënës në dorë. Të përcjellujnë e bekuar, të mësoj vëzrakat historinë. Gjaku e loti kalan kanë ngritë. Kanë dhënë frymë bardhërin. Me gur të zallit për jastëk e në brez një shemer, e mbante barkun me gur e djerës në lokja jonë. Sa shudira të mëdhaja o të rëndisin këtë botë. 2000 e kusur këndojshe, cigarin e duhanit në dorë. Me trima të reshtojshe, e kosën e barit, ku vuri dorë tata sa heri prishe. Krahët ju bëshin si shpata. Zanat e maljeve e gërganat e deteve, mblidhuni, t'i heshim sa më shpejt. I janë të ruan traditat, si që ishte zakoni. Në mbyti modernizimi me ndërtesa kartoni, se shtëpia shpirtërva të artit, po shembet. E djepi jetesës, po tretet. Faleminderit. Poezia ime titullohet Kur shkruaj për ty Mirdit, e shkruar nga vetë Mariana Brozi. Kur marrë më të shkru, ty Mirdit, ndrit ballim që shpëtyra, mbushet zemra me kanë të malit,
merë të pishës, he luleve të fushat mira. Kur marrë me të shkrua mirë ditet lirë, kthe vetja, fmi si dikur. Ku vrapoja shtigjeve tuaja tamla, në lisat moqëm, era vtet me malë. Ndërkroje tuaja ku bëron mu I thjellët, në shpirtin e lodhën, mban ma të lehtë. Dua me shkrua, pa dushim për herë, me të tha një fjalë, he me qa një derdë. Kam malë për ty, he lot për malin, pena mbridhet, letra mlaget. Ti si e tokë, as guri thatë, po një shpirë që kus shuhet, as trejde në shtatë. Në gjdo prag, ke një rëfim të vjetër, që flet për besën, për nderë, he zemrën. Për ty mirë dit, unë shkruaj pa ndaj, se ti je kull, je votër, he je malë. Ti je të parve, je të mive, he imja, je dritë, je jetë, je fjallë. Dritë zemre e përjeshme, dhe lindje e nërpritjeje, ti mirë dita ime. Që nga larg shpirti fluturon, se në ato mrize paqen e gjen. Plot me mall të përqafon, je ma jambli, ma I bukur I vend. Nga do shkoj e hedh shikimin, ma I bukur as kur s'nduket. Ti ma ngron e gëzon shpirtin, mall thell, sa thell struket. Herë si zok e si dallën ndryshe, në zjarën prush për ty kallën, se unë jam mbi mirë dite, fisni kristande I falën. Ti ndër zemra rron për jetë, moj shami o duva kuqe. Breza tikin dërzojnë stafet, ti ndër breza mbetesh nuse. Ti e votra e Ballkanit, je model I bujaris. Me tradit shkru Gjerdani, je fenice e përjetësis. Dhe unë që jam bia jote, malë shumë më djetë për ty. Prehem qetë pra nasaj votre, të kam në zemrën e trujnë dërsy, a I nderin. Mirëmbrëma. Poezia që do interpretoj sot titullohet Kur shkruaj për ty mirë ditë, e shkruar nga Donika Gjoja. Kur shkruaj për ty mirë ditë, në ranjën shkam, më trupzohet pena. Në kullat moqme prej krishtukësh, ku hymë solen është besa e ndera. O pentagram I ardhë në 7 gërma jetë, muzat rreth e qark të duan krejt për vete, ndërmaja Olimpi ndër 7 kontinente, të vaje smeralt në përdamar zemre. O vendi bekuar, në djepe rrit yje, në vjeshkën e pyje qengjat blegëroj, nana shamizeza si zoja fisnike, njipin e mbesën si krisht të mojnë ngoj. T'ka sa I di zotin pajt hanës me nder, ndër kreshta që plasin për besë burni, si di shepull drite që për cjella është vlerë, ndër sagat përjetshme plot tradit e urti. Për çdo pëllon trualli, ke taban e orë, në hijen e lisit këndon një lahut, kujtimi I gjergjit zgjuar si shenjtar, rimbi altar fjale si mjalti në përbuz. Aty beson hana deri në mëngjes, thell nga palët e gurit, mbin sa mbaki bar. 1000 metafora në një kuror I zbres, trongu tanë pisnor, 7000 herë t'ja fal. Jam vi fort krenare për vendin e lindjes. 1 milion motive I zgjoj në 1 sekond. Në panteon të nderit si mërtnesh kisnike, etni sarbnore, gjithmoni kryesal. Faleminderit.
Poezia titullohet Udha e ëndrës, e shkruar nga vetë unë Nikoleta Fusha. Një ëndër e bukur, më ndiqte kudo, një mori kujtimesh, më zgjonte ajo. Aty ku rrita nën krahet e Shqiponjës, aty ku mësova gjuhën e mirënjohjes. Mes besës dhe nderit, mbushur plotrit, instinkti I saj më qoj në mirdit. Aty ku kanë djepin fjalët e urta, aty ku krenohen kullat e gurta. Nëna e ullur, pranë sofrës plot, kishte gjithçka. Pse ndihej kaq posh? E aty e ullur, priste me ma, fëmijë që tashmë I shite aq rraj. Ajo kujtonte sofrën dikur, plot jetë mbushur me skullës me gur. Ndoshta nuk ishte edhe aq plot, por në sytë e nënës nuk ishte lot. Dhe ëndra merr udhën e vet. Në krahët e nënës u gjenda vërtet, e qeshur, e ëmbël, me ballin plot rrudha. Tashmë sytë e saj më vështronin mua. Ah, ti nëna ime, simboli mirditës. Dhimbja për fëmijët të shtohet dita ditës. Më mbajnë në krah, më mbush me gëzime, se s'dua të tretem larg vendlimbjes sime. Faleminderit. Faleminderit shumë vajza, edhe një tuar trokitje. Ka ardhur momenti I kulmit të konkursit të poezisë. Në mungesë të kryetares së jurisë, e cila për arsye objektive nuk është e pranishme sot pas nesh, ftoj Mariana Brozi në pozicionin e zëvendëses së jurisë për të na informuar për gratë Unioni Mirdita, gjithashtu edhe për konkursin e organizuar. Ju falenderoj shumë që jeni bashkuar sot në këtë natë kaq ekcepcionale. Menduam ta fillonim me emocione shumë të forta, dhe në fakt fillimi ishte shumë I ndjeshëm. Mendoj se çdo njeri nga neve në familjen tonë ose më larg e ka provuar të kafshohet nga kjo smundje e egër që vazhdon të marrë jetë njerëzish, dhe duke qenë se kemi tetorin roz, vazhdon të marrë jetë grash. Në fakt neve patëm këto dëshmi, këto eksperienca kaq të vështira, kaq të ndjera nga këto gra, me kaq kurajo që mendoj se na dhanë mesazhin më të bukur për vazhdimsinë e jetës, dhe na dhanë kurajo se të luftosh nuk është se ta luftosh të smundje, nuk është se e lufton, por mund ta fitosh. Vërtet neve na dhurohet jeta, por e kemi për detyrë ta mbrojmë atë. Dhe mesazhi im për këtë muaj roz, për këtë tetor, është që ta parandalosh është më e lehtë se sa ta kurosh. Kështu që do këshilloja çdo vajzë, çdo grua, çdo nën të kurohet, të kontrollohet, të shkojë tek mjeku të kontrollohet, ta kthejë një herë gruaja syrin nga vetja e vet, sepse gjithmonë është gati për të tjerë. Por nëse është edhe një shprehje që ne kemi, kur si e për vete, si e për askën. Kështu që mendoj që duhet ta kenë në fokus vetveten. Dhe të këshillojnë fëmijët e tyre, vajzat, t'i këshillojnë që të shkojnë tek mjeku, të kontrollojnë, t'i bëjnë ato kontrollet e zakonshme,
Njëra nga dëshmit ishte, ai monologu ishte për besën time 27 vjeçë. Familja ime e ka provu shumë. Familja ime ka humbur shumë beteja, ka humbur disa beteja me këtë smundje të keqe, por një e fituam, që do të thotë se mjekësia po ecën, shpresa po rritet. Ndaj menduam që direkt ta fillojmë me poezi për ta zbut pak këtë emocion kaq të fuqishëm dhe për të përjetuar këto fantazit të këtyre grave që unë këto 20 poezi që neve I kemi marrë vërtet I quajt të 20 fituese. Pavarësisht se nëpërmjet një jurie në bëm një vlerësim, por unë I falenderoj nga e para tek 20 për gjithë atë kontribut që na dhanë, për gjithë atë mundim që ato bën, për gjithë ato emocione që menduam se radhët I mbledhim komplet nga gratë, nga vajzat, sepse kemi edhe poete të reja, dhe e menduam që këtë konkurs neve ta bëjmë online, sepse gratë mirditore janë kudo. Dhe në fakt neve morëm poezi nga Gjermania, poezi nga Kosova, poezi nga Greqia, poezi nga Italia, poezi nga Rubiku, poezi nga Tirana, dhe me thënë gratë mirditore janë kudo, dhe kudo shprehin dashurin për mirdita. Dikush e sollin në një valigje me mall, dikush me një mall të rënd, dikush e shkruajti emrin Lule Blini dhe nuk u paraqit me emrin e vet, megjithëse më ka thënë që është në këtë sallë, do jetë në këtë sallë. Madje më kërkoi që nëse ka një çmim dëshiron t'ia dhuroj bibliotekës së Rëshenit, dhe këtu ajo na tregoi përveç se atë shpirtin e bukur të poezisë, sepse poezia është muzika e shpirtit, na tregoi edhe një pjesë humane. Domethënë, ju bashkua me humanizmin e saj qëllimit të kësaj mbrëmje. Për të vlerësuar këtë poezi, neve zgjodhëm një juri. Zgjodhëm 3 persona, të gjithë mësues të gjuhës shqipe, njëra nga Tirana, një grua, Semiramida Lulja, e cila për një arsye objektive nuk mundi të ishte sonte këtu, Tonin Nikolli, mirëditor nga Zadrima I Lezhës, I cili është autor I disa librave poetik, I rritur me shkollën Fishtiane, dhe zgjodhëm edhe Nue Shababu, I rritur pak kilometra larg nga këtu, me një eksperiencë 20 vjeçare si mësuesi të gjuhës shqipe. Dua të jem pak transparente sepse mua më pëlqen të bëj gjëra të ndershme, të pastra. Të gjitha poezit juria I ka marrë në kohë, nuk I ka një fare autorsi dhe arritëm të kemi 3 vlerësime, do të thënë gjithsecili ka votuar në pavarësi të plot, me një shumë matematikore arritëm të nxjerrim 3 fitues. Fituesi I tretë u radhit Drita Topiana me 21 pikë. Fituesja e dytë me 23 pikë dhe kam shumë kënaqësi dhe jam shumë e bindur që do ta trokisni fort sepse është një vajzë Rubiku, Nikoleta Fusha. Për të dhënë certifikatët. Bravo Nikoleta! Në mbrëma gjithve, Nikoleta më kujton vetën time kur isha në gjimnazin e Rëshenit dhe projektualitalisht polirin time para, nuk po e them para sa viteve, më bëri llogarin e moshës. Në fakt, kur në një daljen time publike shprehem se Mirdita është e gruas, shumë persona thanë Prangëra ka bërë një lapsus. Në fakt, unë nuk bëra një lapsus, e thash të menduar dhe me qëllim të qartë, sepse kam patur parasysh pikërisht këtë, sepse Mirdita është e gruas fort, është e gruas së dhimbësur, është e gruas sakrificës, është
e gruas që ka derdhë mund dhe djerës. Kështu që unë jam jashtëmasi impresionuar nga historitë që kam dëgjuar këtu. Kanë impaktuar personën e parë që jam unë. Unë do shkoj më një herë gjitha motrat dhe nënat që ndanë historitë, do shkoj më një herë për bërë ekon e gjirit, se kam bërë kur jetën time, edhe pse kam një kulturë që tuarit janë shumë vite që atë kemi detyrim të njofton spitali për ta bërë, por ju lutem jeni i gjellë pagatuar, një hekur pa e bë, le të dalin burrat e zhubravitur, e lërë një lavatriçe pa vu, gjeni kohën tuaj, merr një shoqe, merr vajzë dhe shko bëje ekon e gjirit tani sot, vetëm sot. Shumë faleminderit, suksese. Shumë faleminderit për çmimin, një falënderim shumë të madh të dyja dhe një falënderim shumë i madh edhe për familjen time. Ndërsa vendi i parë shkon për Donika Gjoni, kur shkruaj për ty mirë ditë. Donika jeton në Itali, ajo nuk e din se ka fitur një shtëpi, normalisht, dhe nuk mundi të jetë sonte këtu, por do t'ja postoj. Kjo është eksperienca e parë në këtë 5 vjetor të grave Unioni Mirdita. Unioni vetë ka më shumë vite, por gratë Unioni Mirdita filloi aktivitetin e vetë në vitin 2020 dhe pikërisht fillimet e atij aktiviteti ishte online, sepse vitin 2020 ishte. Unë ju falenderoj shumë, Rubiku mbetet qyteti me një spektator shumë ardashës, kam qenë shumë herë. Duhet falenderoj motra Delinën, por falenderimin pak është për me i por falenderimin po a jap juve.